Erion Braçe ka reaguar sërish pas publikimit të listave të Partisë Socialiste nga Edi Rama, që e la jashtë emrave të sigurt për një mandat deputeti. Braçe ka një kritik të fortë ndaj partisë së tij për fshirë Edi Ramën për një sër gabimesh dhe vendimesh që janë në dëm të interesave të qytetarëve dhe sidomos ndaj bujqësisë. Deputeti është kritik ndaj zhvillimeve politike që po ndodhin brenda partisë në lidhje me procesin e përzgjedhjes së kandidatëve për deputet. Ai flet për qingja dhe tigra në PS për të shprehur mendimet e tij për situatën e krijuar pas përzgjedhjes së kandidatëve. Sipas tij ka ndodhur një gënjeshtër dhe një manipulim me vendimet e marra në Partinë Socialiste për emrat e kandidatëve, teksa aludon manovra politike që sipas tij janë të padrejta, të pasinqerta dhe të dëmshme për ata që përfaqësojnë interesat e qytetarëve dhe bujqësisë. Ai shprehet shumë i zhgënjur dhe i irrituar nga gënjeshtrat që janë përdorur për të manipuluar situatën dhe për të mbajtur kontrollin mbi partinë dhe pozitat politike. Braçe thekson se nuk mund pranonte që cillet si dikush që fsheh mendimet e tij dhe që pranon të manipulohet. Në reagimin e parë gjatë ditës së sotme, Erion Braçe lët kuptohet se do të largohet nga politika dhe me shumë mundësi mund t'i kthehet medias. Vendimi i Braçes vjen pasi Rama e la në listën e hapur të Tiranës.